A e dini që mbretërit e parë të këtij planeti jetonin mijëra vjet? Po. Ndiqeni me vëmendje këtë material. Do t'ju surprizoj dhe do të dëshiroj një komentin tuaj në fund pasi ta keni dëgjuar këtë video deri në fund, sepse ka disa gjëra që as vetë unë nuk i kuptoj dhe do të dëshiroj një diskutim të përbashkët. Kush është rastisht si gjithmonë i bëj live file shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për herë bashkë. Kur lexova për herë të parë, mu duk si fantazi. Bile mu duk budallëku më i madh që mund të kishte shkruar Zakaria Sitchin. Por me kalimin e kohës kuptova që kishte diçka në to. Dhe kur zbulova pastaj, që më vonë kanë zbuluar dhe studiues të tjerë, që mbretërit e parë të këtij planeti kanë jetuar mijëra vjet, atëherë u shtanga dhe fillova që të kërkoja. Kërkimet u fokusuan kryesisht në shkrimet sumere, sepse sumerët, për ata që nuk e din, pra dua thjesht e keni dëgjuar këtu për këto video, por dua ta nënvizoj edhe një herë, sumerët janë civilizimi i parë që i dhanë shtytsen njeriut, ose më mirë civilizimi i parë që njeriu bë ai që ne zhvillimi ynë, sepse përpara këtij zhvillimi njeriu jetonte në përguva. Kjo çka na është mësuar. Pra, për shembull, ligjet e para i krijoi Hammurabi dhe flasim për vetëm 33 ligje, sepse i adhuruan speciet ose i adhuruan mbretërit e atërshëm. Tani kush ishin mbretërit, sepse disa thonë që ishin mbretërit e kësaj epoke ose mbretër të asaj epoke tjetër. Ka një problem që te gurët e zbuluar në plakat e sumere shkruhet një listë për sa vjet kanë mbretëruar disa mbretër. Mirë po, për mendimin tim, nuk i përket këtij planeti, me një fjalë ajo histori, sepse në historinë e gjetur në përplakat e prej balte, ato sumere, tregohet që një mbret jetoi 8000 vjet. Dhe do t'ju them diçka. Përpara se të flas për vitet, do t'ju them matematika, fizika, gjeometria, shkencat, mjekësia, çdo gjë u mboll, si mund të thuhet, nga zotat e këtyre, si mund të quhen, e njerëzve mediokër që jetonin atë kohë. Dhe këta njerëzit mediokër, ose më mirë njerëzit që jetonin për guva, u iluminuan ose u ndriçuan nga zotat. Po kush ishin zotat? Pikërisht pra, zotat ishin ata që kishin ardhur nga qielli për t'i dhënë jetë popullit të tokës, siç e thonë sumerët. Dhe pas disa më ndiqni me kujdes, edhe pse duket shumë absurde kjo, por dëgjoni me kujdes dhe kush është rastisht do t'i lutesh të bëj like file shihemi sërish, sepse diskutimet e përbashkëta rrisin jo vetëm informacion, por edhe dijen. Dhe të kuptosh sensin e jetës është gjë e madhe. Është e vështirë ta kuptosh sensin e jetës, sepse kur vjen mosha që piqet njeriu fillon dhe kupton sensin e jetës. Por të kuptosh të paktën pse je në këtë planet, pse ke ardhur, kohën që ke jetuar, dhe aq kohë sa ke jetuar të kuptosh është thelbi, ma merr mendje e ekzistencës në një të secilit prej nesh. Dhe po thoshja, njerëzit primitiv që jetonin në përguva u ndriçuan nga disa qenie që ata i quanin zota. Po kush ishin këta zota? Zota, ata i quanin disa që vinin nga qielli dhe njerëzit në atë kohë nuk dinin të shkruanin dhe të lexonin dhe të gjitha diturit, çfarë ne kemi sot, ende sot, janë fal pikërisht atyre mbretërve. Atëherë, pra numrat që unë po do t'ju them tani, numrat e viteve të tyre, janë pikërisht ata numra të shpikur, numra të shpikur nga këta zota, që ne përdorim sot. T'ja u përsëris? Shumë interesante kjo. Pra, ato numra që ata përdorin atëherë, ne i përdorim sot, sepse ishte matematika që ata mbollën. Nuk ishin primitiv, jo, sepse që në atë kohë, kur mbollën mjekësinë, matematikën, gjeometrinë e tjerë, ne përdorim ato diktime që janë themeluar atëherë. Pse nuk shpikëm ne
një gjeometri tjetër? Pse nuk shpikëm një matematik tjetër? Pse? Me që se çdo gjë është e pafund, mund të shpikim çdo gjë, por nuk mundemi. Sepse ajo është baza e gjithçkaje. Dhe nuk e shpikëm ne. Ne nuk mund të shpikim dot asgjë, ne vetëm kemi vërtetuar ato çka kishin sjell dikush ose e mbolli dikush. Dhe po thosha, pikërisht ata që shpikën matematikën kanë shkruar në përplakat e baltës, ato sumere, që ata jetonin 8.000 vjetë, 13.000 vjetë, disa mbretër, bile 21.200 vjetë për shembull, 21.600 vjetë më falni, dhe një tjetër 24.200 vjetë. Pra mbreti që jetoi që mbretëroi më gjatë ishte pikërisht ky, 24.200 vjetë. Tani lind pyetja, çfarë ishin ato? Ishin ditë? Me një fjalë 24 ditë e gjysmë? Nuk besoj. Apo ishin 24 vjetë, sipas jush. Por prisni pak, përpara se të shkruani mendimin tuaj, dua t'ju rikujtoj që pikërisht ajo matematik që ne përdorim sot është ajo matematik që ata mbollën. Dhe sipas jush, kanë gabuar ata në matematik? Kur ishin ata që e mbollën matematikën? Ju si thoni? Pra këto janë diskutime të themelore të jetës së njeriut dhe të cogito ergo sum, pra të vetdijes së njeriut. Nëse njeriu pretendon që ne nuk dim asgjë, ne nuk dim historinë tonë, historinë vetjake të secilit, time, unë nuk e di, sepse ka disa shkaqe që kanë ndodhur për faktorë të ndryshëm, të një shoku, të një miku, të një familjari, dhe unë historinë e atij nuk e di, kështu që sipasoj nuk di historinë time, se si kanë shkuar. Unë mund të kem gabuar, ose mund dhe mos të kem gabuar, por unë kam bërë rrugën time, por jo historinë time, sepse historia e secilit prej nesh diktohet nga rrethanat ku i gjendet, pra nga të gjithë njerëzit që rrethohet. Kështu që ata që e krijuan matematikën, fizikën, gjeometrinë apo shkencat eksakte apo ndoshta edhe mjekësinë, ata ishin ata që mbollën diturinë në këtë planet. Dhe e përsëris edhe një herë, nëse se ju do të mbillnit diçka, për shembull, do të krijonit një, si t'ja u them, një mobilje, e thjesht, do krijoni një mobilje nga hiçi, që është një ndërtim i juaj, një ide juaja dhe një ndërtim i juaj. Ata që do vinë pas, do t'i shkojnë pas asaj mobiljeje, sepse ju e keni bërë eksakte me shtëpinë ku gjendeni. Dhe me, si mund t'ja u them, me nevojat që ka ajo shtëpi. Dhe ajo mobilje që ju keni prodhuar, është eksakte sepse ju e dini mirë se si ju e keni ndërtuar shtëpinë, ju e keni ndërtuar mobiljet. Dhe ata që vinë pas, që jetojnë në atë shtëpi, vinë vërdallë dhe shikojnë, po pse ka ndërtuar kështu ky këtë? Dhe gjithmonë rrinë aty që ta shikojnë, por prapë se prapë, ajo është mobilja, ajo është forma, ajo është matematika pra, ato janë numrat, nuk mund të ndryshosh. Kështu që ju, nëse keni ndërtuar diçka nga hiçi, nga zeroja, askush tjetër më mund ta ndryshojë atë. Mund t'i japi një bojë, okay, mund ta bëj një kuqe të bardhë të verdhë, apo ku ta di unë, ose në një formë pak a shumë, pak më ndryshe, por dimensionet e saj janë ato. Eksakte ato. Pra e njëjta gjë ndodh edhe me matematikën. Kështu që unë do dëshiroja një komentin tuaj që pse mbretërit e lashtë Sumer, pra mbretërit e parë të këtij planeti, shkruanin se jetonin 8.000 vjetë, 13.000 vjetë, 21.000 vjetë apo 24.000 vjetë. Pres komentet tuaja. Ky është një argument vërtet interesant. Dhe, si thash, cogito ergo sum. Natën e mirë.